Paso në Top Albania Radio. Mirëmbrëma të gjithëve, miq të Paso, takohemi si çdo të premte në Top Albania Radio, po ashtu edhe në Sport News me Edi Manushin. Mirëmbrëma Glend. Lorenzo Eminin. Mirëmbrëma drejtor. Gzim Sinemati. Mirëmbrëma. Do jetë një ditë e rëndësishme sepse do flasim sot për derbin e kryeqytetit, do luhet të hënën. Tirana Partizani është një ndeshje jetësore për dy ekipet. Do flasim për dy klasike që do luhen në Spanjë, Barça Real Madrid. Brenda 10 ditësh do vendosin kupën dhe kampionatin. Do flasim gjithashtu për Kevin De Bruyne, i cili sot ka bërë një mesazh sepse nuk do të jetë më lojtari i Manchester City pas 10 vitesh, por një skandal ka ndodhur në Kosovë me kongresin e UEFA-s në Beograd. Digjet flamuri i Kosovës, hiqen të gjitha simbolet, kur në krahun tjetër Ceferin thotë se futbolli ndërton ura përtej mureve të politikës. Klipi dhe më pas kthehemi këtu. Unë po pres turneun që do të organizojë Serbia dhe Shqipëria, një shembull i qartë që na kujtojnë se nuk ka kufi real në futbollin evropian, thot Seferin. Ky leksion uniteti, bashkimi na sjell këtu sot, sepse futbolli është më shumë se sa kulturë, sepse e kaluara historike, është e ardhmja që po ndërtojmë dhe po e ndërtojmë së bashku. Kto ishin fjalët e Ceferin, ndërkohë që në sallën e kongresit Kosovës i hoqën të gjitha simbolet, flamurin në hyrje të kongresit, po ashtu dhe flamuret që qëndrojnë në tavolinë. Për ta diskutuar këtë çështje na bashkohet edhe Leart Zvetla nga Kosova, gazetari digital. Mirëmbrëma Leart. Mirëmbrëma Glendi, mirëmbrëma atyre në studio. Jam me Gzim Sinemati, Lorenzo Emini dhe Ed Manushin. Na thuaj diçka të fundit, çfarë ka ndodhur në këto orët e fundit, ka ndonjë reagim nga qeveria, çfarë po ndodh në Kosovë rreth kësaj ngjarje që duket se ka tronditur pak ambientin sportiv? Ka pasur një sër reagimesh që kanë filluar me reagimin e Federatës së Futbollit të Kosovës, i cili në vetvete ka qenë kundërthënës deri diku. Pastaj ka ardhur një reagim nga Federata e Futbollit të Serbisë, që edhe ai në vetvete mund konsiderohet një skandal i llojit vet, dhe kanë reaguar Ministria e Sportit dhe Komiteti Olimpik i Kosovës. Po. Okej, e kemi humbur për momentin, por Kloj na rifut në linjë përsëri Lartin. Ideja është kjo. Presidenti i Federatës së Kosovës, zoti Ademi, në hyrje të kongresit ka bërë një foto apo një video me flamurin e Kosovës që gjendej në Beograd në hyrje të kongresit. Kongresi zhvillohet në Beograd. Në Beograd. Këtë vit, këtë radhë kongresi UEFA-s. Para disa ditësh. Këtë video e kanë postuar disa portale në Kosovë. Është marrë si provokim nga ana e serbëve, të cilët kanë shkuar natën dhe kanë djegur këtë flamur. Dhe për më tepër kanë hequr dhe gjithë flamur, simbolet e flamurëve që kanë patur në tavolinë të gjithë federatat përkatëse, të gjithë delegacionet. Duke kanë bërë një reagim në faqen e tyre në rrjetet sociale, në Instagram, Federata Serbe, ku thotë, i kërkojmë ndjes gjithë tifozëve. Kjo është më rëndë. I kemi hequr të gjitha simbolet e Kosovës. Që ishte flamuri. Serbia kërkon ndjes për Federata e Kosovës. Ja, tu e lexoj. I kërkon. Ma na lexo të fjalë për fjalë se kjo që e ka tronditse. Kjo është e rënda. Federata Serbe thotë, ne reaguam shpejt dhe me vendosmëri dhe me përgjegjshmëri. Informojmë publikun që në kongresin e sotëm në Beograd nuk ka asnjë flamur të Kosovës dhe të ashtu quajturës Kosovë. Ne kërkojmë ndjes qytetarëve tanë, sidomos njerëzve tanë në Kosovë, të cilët janë të shqetësuar për një gabim të organizatorëve, të cilët e hoqën nga reagimi ynë. E kemi dhe Leartin. Leart, po vazhdojmë se me që u ndërprej linja. Ky ishte, po lexoja pak reagimin e Federatës Serbe, po. Po. Dëgjova që po e lexoje reagimin e Federatës Serbe, konsiderohet si një reagim skandaloz që vetëse e bën edhe më skandaloz veprimin e serbëve atje. Ne dimë që Kongresi i UEFA-s është organi kryesor, organi suprem i UEFA-s, dhe në të mirën vendime shumë të rëndësishme, cilat po ashtu kërkojnë që të gjithë anëtarët e UEFA-s, cilët kanë të drejtë të barabartë për qenë pjesë e këtij kongresi, të jenë aty të thonë atë që kanë për të thënë dhe të përfaqësohen në mënyrë të barabartë, diçka që u amundson edhe statuti i UEFA-s. Dhe duke marrë parasysh krejt këtë dhe të gjitha përgjegjësitë që Serbia, në këtë rast mikpritës i Kongresit të 49, kishte për t'i mirëpritur gjitha shtetet përfaqësuese, mendoj që ky reagim i Federatës së Futbollit të Serbisë tregon më së miri ndikimin që ka parapolitika atje. Dhe çka është edhe më skandaloze është që
Për kongrese të tilla, UEFA u dërgon mikpritëve një protokoll. Dhe në protokoll për organizimin e këtij kongresi është shumë i saktësuar që gjitha ato shtete që marrin pjesë duhet të kenë flamurin e tyre. Po, patjetër. Dhe ajo vetë se u bë, ishte në fillim. Po. Flamuri ishte aty. Dhe duke që gjithçka do shkonte sipas planit, sipas protokollit. Megjithatë, pati një postim që erdhi nga mediat në Kosovë, ku çfarë Të asaj videos që bënte presidenti i Kosovës. Po, presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, zoti Agim Ademi, u shfaq duke e shfaqur flamurin në një video. A mendon se ishte pak një gest edhe për të fituar disa pikë të i presidentit me këtë foton? Ose me këtë videon që dilte bashkë me flamurin. Sa jo në një gjë më glende ti, ai bëri një foto. Po, në rregull, po pse mendon që e ka bërë, domethënë? Ose ndoshta ishte ky shkaktari që solli më pas gjithë ato ngjarje që ndodhen brapa? Mendoj që gjeste të tilla ti quajmë ashtu folklorike, apo tentime për qenë patriotike, bëhen vazhdimisht, edhe bëhen në sidomos në fushën e sportit, në shumicën e sporteve, jo vetëm futboll, po aty ku ka më shumë vëmendje, i shfrytëzojnë edhe liderët e organizatave sportive. Dhe nuk mund ta përjashtoj faktin që ka pasur një lloj emocioni aty, por edhe një tentim për të krijuar një opinion të mirë për Federatën e Futbollit të Kosovës, që duhet të drejtën, është federatë që kritizohet vazhdimisht dhe ka dhe kundërshtarët e vet, një opozit kështu në thojza brenda Kosovës. Normal. Dhe mund të jetë pra një tentim për të marrë lavdin rreth asaj se për herë të parë Kosova kishte flamurin e saj në Beograd, në një kongres për futboll. Megjithatë, nuk është kjo rezultat i punë që është bërë pas pranimit, është thjesht deri te pranimi. Prej datës 3 maj 2016, Kosova në futboll, po flas në futboll, është paraqit me të drejta të plota pa i munguar asgjë. Ka pasur incidente, i dim ato ndeshjet me Rumaninë, ndeshjet me Çipër, por që UEFA ka trajtuar barabartë. Dhe në momentin që trajtohesh si barabartë, nuk do të mungojë flamuri. Pra është diçka që dihet, është diçka që vjen automatikisht me prezencë atje. Sot kanë reaguar, mos gaboj, Ministri i Sporteve dhe Komiteti Olimpik i Kosovës që kanë dënuar këtë gest. Ka patur ndonjë reagim më lart se këto institucione? Pra kryeministri, presidenti, nuk e di. Kryeministri dhe presidenti nuk kanë parë që kanë reaguar, megjithatë unë mund t'ju them që Shtëpia e Sportit në Kosovë dhe Komiteti Olimpik i Kosovës kanë pasur një koordinim, një takim me federatat e sportit në Kosovë shumë herët, sepse problemi i përfaqësimit të Kosovës nuk kufizohet vetëm në futboll. Ka probleme të shumta që i kanë ndodhur Kosovës si pasojë e situatës politike në Serbi. Dhe për këtë arsye, institucionet e Kosovës, në krye me Ministrinë e Sportit në Kosovë, i kanë dhënë rekomandimet e detajuara federatave të sportit në Kosovë se si të reagojnë në rast se ka një cënim të tillë apo si duhet të reagojnë? Dhe në këto raste reagimi konsiderohet të jetë proaktiv, sepse është në kongresin e UEFA-s, nuk mund të reagosh diku tjetër më lart se aq. Por që duket se kritikat fillojnë pikërisht këtu. Ka pasur një reagim nga ish sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës sot në rrjetet sociale dhe ish avokati i Federatës së Futbollit të Kosovës, i cili është larguar tashmë nga posti i tij, që thotë se nuk ka qenë mënyra e duhur reagimi me një deklaratë pas kongresit. Pra, ka mundur Kosova që të reagojë në kongres. Pra duhet të reagonte në kongres tua? Pikërisht, sepse ishte e pranishme aty, ishte sekretari aktual i Federatës së Futbollit të Kosovës dhe ishin krerët e Federatës së Futbollit të Kosovës. Nuk është se mungonte pasunia e njerëzve të cilët mund të shtyjnë reagimin në këtë rast. Dhe ky reagimi proaktiv, mungesa e tij e ka filluar dhe këtë luftën e brendshme të kritikave mes
atyre që kundërshtojnë Federatën e Futbollit të Kosovës dhe Federatës së Futbollit të Kosovës dhe atyre që e përkrahin në Kosovë, diçka që të drejtën është gabim, e konsideroj gabim, sepse duhet koncentruar në atë se çfarë ka bërë Serbia, që është skandali i llojit. Në 48 kongrese më herët, kongrese të zakonshme të UEFA, nuk ka pasur probleme të tilla. Nuk ka pasur diçka si kjo. Duhet ta dinë po ashtu që kjo mund të jetë edhe si pasojë e situatës politike në Serbi. E dini se ka protesta të jashtëzakonshme atje. Dhe në kongres foli edhe presidenti i Serbisë, Vučić. Pra, ka një kundërthënie, është ironike edhe ajo se çfarë ka deklaruar presidenti i UEFA, sepse është në kundërthënie me krejt se çfarë ka ndodhur. Unë sot e pash edhe një postim në faqen zyrtare të UEFA-s që titullin e kishte ja se çka ka ndodhur në kongresin e 49, gjithçka që ka ndodhur. Po në fakt ajo që e bëri atë skupin, le të themi, ajo nuk gjendej gjëkundin në atë postim që edhe është e kuptueshme. Po besoj që do të ketë reagimin nga Komiteti Ekzekutiv, nga UEFA, do të ketë edhe dënim eventual. Do ketë dënim ndo? Do ketë ndonjë gjë? Absolutisht. Do dënosh kë? Po kë do dënoj? Kë do dënosh? Sa është ndeshje futbolli, kë do dënoj? Manushi, keni një pyetje për Leartin? Diet kush hoqi ato simbolet? Kush hoqi? Unë kam një pyetje që është Ja Leart, një sekondë, të bëj një pyetje Manushi. Teknik. Presidenti i Federatës Kosovës me çfarë pasaporte shkon në Beograd? Mund të më thush, është një teknikalitet qofse di, jam kurioz. Nuk jam i sigurt se me çfarë pasaporte shkon, po që qytetarët e Kosovës mund të udhtojnë në Serbi. Me dokumentin e Kosovës, a shkohet në Serbi me dokumentin e pasaportën që jep autoriteti kosovar? Shkohet në Beograd? Me sa di unë, lejohet. Pra e njeh Beogradi pasaportën e Kosovës? Edhe nëse nuk e njeh pasaportën e Kosovës, është karta identiteti që ta mundson kalimin në. Edhe ai dokument Kosovë është, i autoriteteve kosovare është, besoj. Patjetër, por lejohet. Lejohet dhe pranohet nga Serbia. Okej, kaq kisha. Kishte një diskutim edhe për këtë. Okej, Lart, ne të falenderojmë për këtë ndryrje që na edhe një gjë Lart, qofse di çfarë ka thënë Vučić, nëse ka përmend diçka Vučić për organizimin e Euro 21 Shqipëri-Serbi, ka thënë një fjali Vučić në këtë gjë, digje apo? Unë nuk e kam ndjekur direkt deklaratën e Vučić në kongres, megjithatë Thjesht për këtë. Okej. Në UEFA.com ishte e qartë që edhe vetë UEFA e përmendi deklaratën. Atë po, atë dëgjoj me vëmendje, Kisha vetëm kuriozitet për Vučić çka kishte thënë. Me letër njoftimin e Kosovës shkohet në Serbi. Shkohet në Serbi. Okej. Edhe një gjë e fundit. Po. Unë mendoj që në këtë rast edhe Federata e Futbollit të Shqipërisë humbet disa argumente sa i përket organizimit të Europianit U21. Duke qenë se ka të bëjë tashmë me një bashk organizator të dëshmuar si organizator i dobët ose jo respektues ndaj të gjitha federatave anëtare të UEFA-s. Pra është e qartë që Serbia nuk është se ka ndryshuar edhe në mënyrën se si reagon dhe në mënyrën se si vepron brenda federatave sportive. Pra, është Federata e Futbollit të Serbisë, por që po e reflekton politikën e shtetit serb, në mënyrën se si po e trajton Kosovën në një kongres ku Kosova duhet të trajtohet. Pra nuk është se ka shumë zgjidhje Serbia, po sa trajtoj Kosovën si të barabartë dhe si një antar, si një federat antar e UEFA-s. Okej, ishim me Lart Veçë nga Zvani Digital Bit nga Prishtina që na njoftoi për ngjarjen që ndodhi në këto 2 ditë, ka qenë tema e ditëve edhe në Kosovë edhe në Prishtinë, po edhe pak në Tiranë, sepse në fundit jemi dhe ne prezent atje. Kemi presidentin tonë që është zëvendës presidenti i UEFA-s. Nëse Shqipëria mund bënte diçka apo jo, nuk e di. Si e shikoni ju nga larg ndoshta këtë histori? Do të ngritur droni dhe shohësh nga sipër. Është droni drejtuesit shqiptar në përgjithësi, kur them shqiptar, janë në një fuz në një vend gjithë shqiptar, kosovar, se gjithë shqiptar jemi. Kanë më frikë autoritetet europiane se sa vendet e tyre respektive. Kurse ai drejtuesi serb, pavarësisht se nga populli erdhi një kërkesë idiote për tek një flamur, ai trembet popullit vet, njerëzve të vet, ato 10 tifoza. I tham falni, e hoqja të flamur që doshit ju të hiqe. Kurse autoritetet tanë, zyrtarët tanë, jo, servilizëm ndaj atij tuajt atje,
për ulje deri në fund të atit, pastaj kur të kthehem në Kosovë do i them atyre më fali dhe ja. Kemi në linjë edhe Prodanin që ka qenë sekretari i Federatës Futbollit, ka marrë pjesë besoj në kongres, e Prodani mi mbrëma. Mi mbrëma. Nuk e di, ke qenë ti ndonjëherë në kongres, ka rastisur ti jesh prezent? Patjetër. Formati i FIFA-s dhe UEFA-s është që atje merr pjesë duhet marrë pjesë presidenti dhe sekretari i përgjithshëm. Kuptohet federata jonë është shumë kreative në këtë aspekt dhe marrin pjesë të lloj njerëzish tjerë, po çenti ka kjo nuk ka rëndësi shumë. Pse e thua këtë fjali? Sa më shumë aq më mirë. Edhe federata jonë me presidenti, me sekretari i përgjithshëm, me zëvendës president ka marrë pjesë. Pse e thua? Marrin njerëz të tjerë. Pse kush ishin njerëz të tjerë? Nuk e di me kë mori pjesë federata. Po jo më pam foto, pse e thua kështu direkt? Shkon direkt atje ku A e ke ndjekur pason çka kemi 25 minuta që flasim, o zoti Prodani. Zoti Prodani, tani na tregon pak. I folëm çfarë ka ndodhur, i diskutuam. Çfarë mund të bënte Federata e Kosovës në këtë histori kur i largohen simbolet dhe çfarë mund të bënte Shqipëria, ndoshta jashtë pak kësaj historie, po jo dhe aq shumë jashtë. Më falni, po unë nuk jam azhurnuar që dje. Me presim me median se kam qenë i zënë sot. Çfarë ka ndodhur? Ka ndonjë diferencë me presim përveç atyre gjërave që u kanë dje? Me përjashtim të një reagimi të Komitetit Olimpik që dënon aktin dhe të ministrit të sporteve që gjithashtu e dënon aktin dhe pret sqarime nga UEFA për këtë gjë, nuk ka ndodhur ndonjë gjë tjetër. Atëre, kjo është disi o Prodan, fal pak Prodani, disi jeti. Ti më kujton mua avokat Ngjelën që pyeti herë mua. Sa mbaroi ndeshja? Unë i thash 2-1, tani ta tregoj unë. Ti tani duhet vish çik më azhurnuar këtu kene. Su çka ka ndodhur gjërat e fundit. Mendova se mos ka ndodhur ndonjë sqarim. Ka ndodhur Vučić ka fol atje, ka përshëndetur. Dhe i ka kërkuar falje. Po Prodani, vazhdo Prodani. Atëre, mendova se mos ka pasur në një sqarim tjetër dhe janë sqaruar gjëra që t'jeshin pak më konfuze. Megjithatë, unë atëre në këtë kurse unë vazhdoj ta konsideroj si një ngjarje të rëndë. Ai është një event i UEFA-s dhe aty nuk ka të bëjë fare Federata Serbe. Ajo ose është bërë nga punonjësit e heqja e flamurit është bërë nga punonjësit e UEFA-s, ose pastaj është toleruar futja në sallë e punonjësve të Federatës Serbe për largimin e flamurit. Në të dy rastet është shumë e rëndë, është incident. Po ju them që se nuk ka, në momentin që është vendosur të bëhet eventi në Serbi, atëherë UEFA me siguri duhet të kishte marrë masat, kishte komunikuar me palën serbe, nëse vazhdon për këtë incident të mundshëm, pra nëse mund të kishte probleme me flamurin e Kosovës. Dhe pastaj do merreshin masat përkatëse. Në fundit bëhet eventi nëse një nga anëtarët nuk lejohet të mbajë simbolet e tij kombëtare. Kështu që kjo është një ngjarje shumë e rëndë nga të gjitha pikpamjet. Dhe për sa i përket federatave, natyrisht që Federata e Kosovës duhet më njëherë kishte braktisur, të kërkuar që të vendosë simbolet në rast të mos zbatimit të kësaj, të kishte braktisur në mënyrë demonstrative sallën, po këtë duhet ta bënte edhe Federata e Shqipërisë. Absolutisht duhet ta bënte edhe Federata e. Ti mendon që duhet çojë edhe Federata shqiptare të Absolutisht. E para një presidenti i Federatës në rolin e antarit të ekzekutivit duhet të kishte shumë më tepër dhe shumë më tepër pesh në këtë që ndodhi, pra në shmangjen e kësaj që ndodhi ose në riparimin e asaj që ndodhi. E dyta, nëse kërkesa e tij ose përpjekja e tij nuk do të merrë në konsiderat, atëherë ai duhet të bëjë përgjithësinë e forcë dhe të largojë. Por këta njerëz nuk pak interesohen për gjëra të tilla. Mjaft që të kenë të ruajnë marrëdhëniet e tyre servile me UEFA, të përfitojnë nga UEFA. Më të thash. Unë e quaj incident me ashtu siç e kuptoj unë dhe nuk besoj se e kuptoj keq këtë ngjarje. Kam pasur, unë kam qenë vetë pjesëmarrës në evente ku janë bërë përplasje të tilla për bile përpara se Kosova të futej. Dhe janë zgjidhur me shumë maturi nga FIFA UEFA, po bëjnë fjalë për FIFA-n e Blatërit dhe UEFA-n e Platinis. Unë them që në UEFA ka ndryshuar shumë gjëra, lobi serb është shumë i fortë dhe me siguri ka drejtuesit shqiptar përpiqen që mos i prishin shumë marrëdhëniet qoftë me drejtuesit e UEFA-s, qoftë me lobin serb. Po pse të kërkosh që të kthehen simbolet e tua, do të thotë që ti prishësh marrëdhëniet me ata? Po sepse do të ishte një incident. Ai do të ishte një incident, ata nuk kanë dashur të bëjnë incident. Ai do të ishte një incident dhe do të kishte bërë shumë më tepër bujë. Por në fundit kjo i shërben çështjes Kosovës dhe çështjes të shqiptarëve, kështu që ata nuk kanë pse të themi vënë interesat e tyre personale përballë interesit kombëtar.
Që absolutisht. Do ishte për incident. Pra nëse Kosova do ishte thonë objet flamori unë thon, kjo do ishte për çështje. Unë jam I sigurt që pavarësisht që ne këtu në mediat e Shqipërisë edhe ne bëjmë një zhurmë të tillë, atje s'është marrëvesh asgjë, se ka kaluar me shturm pa u ndjer dhe domethënë për 2 ditë harrohet. Por ajo është një revansh I Serbisë. Ai është një revansh. Unë kam parë se si janë thënë për shembull në FIFA në kohën e Blaterit zyrtarët e UEFA-s me Serbinë, ku këta vazhdimisht linonin dhe pretendonin që të pengonin futjen e Kosovës në FIFA dhe UEFA. Janë thënë me tërësisht me autoritet edhe me arrogancë. Në sa duket gjërat kanë ndryshuar. Në vend që të ndryshonin në favor tonë, që tash kemi 2-3 vota atje, kanë ndryshuar në dëm tonë. Arsyet janë të tjera të gjata, nuk sqarojnë në bisedë telefonike. Okej, të falenderoj me Prodani për këtë lidhje, për këtë sqarim në lidhje me një reagim të mundshëm. Po një parashikim Arsenal Real Madrid, lutem shpejt. Kokë. Real Madrid vetëm Arsenal, si Arsenali në finale, Arsenali këtë radhë me gjithë mungesat e mëdha që ka, Arsenali do të shkyej, do të marrë revansh. Edhe një çik më I qartë ke UEFA se ke Arsenali. Ndërkohë më thonë që Serbia ka numrin 2 në UEFA, quhet Zoran Lakovic, është ish sekretari I Federatës Serbe, që është krau I djath I Ceferin. Shkojmë pak publicitet dhe rikthehemi pak e vazhdojmë diskutimin dhe në pjesën e dytë. Jemi rikthyer përsëri në paso e vazhdojmë pak diskutimin që lam në pjesën e parë ndoshta me Lorencin, Gzimin, Manushin. Lorenz, vazhdo. Glen, unë në fakt se datë 3 ishte kongresi UEFA, se kur e pash në mëngjes herët ka dalë foto e presidentit të Kosovës, me të vërtet u surprizova që doli dhe tha u ngrit flamuri I Kosovës në Serbi. U habita në fakt edhe nga mënyra se si doli, thash sa mirë shumë. Dhe në darkë ndodhi ajo që ndodhi. Tani, ajo që mendojnë që mund të bënte dhe do bënte me të vërtet gjën e dur, ishte që kur janë hequr simbolet, sepse simbolet brenda në sallë, e tha dhe Prodan, janë hequr nga njerëz që janë aty se nuk mund të funden njerëz nga rruga. Problemi është që ai ka bërë një foto me flamurin që është me atë shkopin që e mban. Në yri, ajo është në yri, ai është djegur më vonë. Atë flamurin me shkop e kanë marrë dhe e kanë djegur. Po në darkë, është djegur në darkë. Siç thuhet, se nuk është se ne kemi parë video që është djegur, po ishte ka një video që del që është djegur. Ishte djegur dhe pra aty ka hyrë dikush në ambientin që ka UEFA, në zonën e UEFA-s, ka marrë flamurin dhe ka djegur. Tani këto janë kronologjia është kështu pra se janë hequr njerëz simbolet nga tavolina dhe pastaj në darkë është djegur flamuri nga tifozët thoshte Ultra të Crvena Zvezdës. Ata specifikojnë. Tani, ajo që mendoj që mund të bënin delegacioni I Kosovës përfshirë edhe delegacionin ton sepse shumë mirë dim që ne presidentin ton e kemi dhe zëvendës president atje dhe antar komiteti ishte që të kërkonin të ktheheshin simbolet, që ata I kanë parë që janë tavolinë, sepse mbledhja ka vazhduar deri në darkë dhe pa simbol, se simbolet I bie që janë hequr rreth drekës. Dhe këta e kanë vazhduar pa simbolet atë. Dhe unë them që duhet të kishin kërkuar kthimin e simbolet dhe në rast se nuk theshin, po sikur ti e thën atyre rinit qet, mos vazhdoni këtë histori, ta mbarojmë kongresin. Atëre, nëse ju është kështu është gabim. Është një urdhër. Dhe unë se këtu sigurt ta dia që do të. Po themi, po marrim një hipotezë, nuk e dim çka ka ndodhur. Edhe mund të jetë mos ata kanë parë që s'kan qenë aty simbolet. Në fundit objektivi I UEFA-s ishte që ai kongres kalonte pa zhurmë, pa incidente, pa. Kthehemi dhe një herë situatës Glen që njerëzit e zyrave nuk kanë lidhje me njerëzit e terrenit, siç quajnë sportistët. Kjo është ngjarja që ndodhi në Rumani që ne të gjithë tham bravo, e mban mend që ndërpren ndeshin, po e ndërpren lojtarët. Dhe zyrtarët duhet të bëjnë të gjë. Duhet ta ndërpristin atë dhe të jepnin mesazhe dhe UEFA-s që këtu po gabon UEFA, s'po gabon Serbia në rastin konkret, se të është futur në territorin tënd. Serbët janë futur në territorin e UEFA-s dhe kanë dhunuar. Si ka mundësi që UEFA nuk ka një reagim për këtë ngjarje? Po sepse ka kaluar në eshtje pra. Do të thotë që aty s'ka ndodhur asgjë, ata s'kan shprehur asnjë shqetësim, do të thënë asnjë palë. Po kush UEFA të dalë të shpjegoj çfarë? Patjetër. E para ajo duhet ishte, por unë po them edhe një herë. Ne po dëgjojmë, ne po ai Ceferini thoshte, ne kalojmë politikën, ndërtojmë ura që lidhin vendet. Ndërkohë këtë unë po të them edhe një herë që këtu nuk është dhunuar vetëm flamuri I Kosovës, këtu është dhunuar UEFA si institucion, sepse brenda organizimit të UEFA-s, sepse këtu ka dhe diçka zyrtare. Federata Serbe del zyrtarisht thotë kërkojmë ndjes gjithë tifozëve. Ajo pastaj se e fundit fare. Ka diçka zyrtare, nuk është se ka ndodhur diçka. Për ta mbyllur ishte kjo që kur lexova sot mbasditë kanë nxjerr Federata Serbe këtë, që I kërkon ndjes tot publikut serb që u ndodhen flamujt brenda sallës dhe bashkohet dhe me djegjen e flamurit nga ultra si nacionalist Crvena Zvezda. No kjo pastaj është ulëritse dhe UEFA këtu duhet të kishte ndryrë të paktën. Dhe tjetra të mos ketë një reagim si nga Palajon. Edhe Shqipëria shumë
Zero reagim. Heshtë ishte. Gzim, Pa këllçe. si e shikon situatën? E di si Servilizëm i theksuar, po E di tisha se gjin kurti, diskutuara kisha flamurin e Juventini, Kosovës vetëm jo, të vjetë rrotull, po UEFA as nuk i rruhet për të punë. UEFA ka hallën ke parat. As do të di fare ke halla që kanë dyja. Shumë saktë. UEFA është ke parat. Nuk do t'ja di se ç'a ndodh me Kosovën, me Shqipërinë, me atjetër. UEFA ecën përpara me qëllimin që ka. Tash ju thoni pse s'reagoi federata jon, pse s'bëri. Federata jon ja dha përgjigjen Kosovës. Federata jon ja dha përgjigjen Kosovës. Bëri atë që s'duhet bënte, bashkëpunon me Serbinë. Dhe tani po e konfirmon tamam, pse ja bashkëpunon me Serbinë. Pse po bëni evropian me Serbinë? Shikoni çfarë qëndrimi mban. I bie që me thënë që a janë tonët apo s'janë tonët. Ku e kemi armikun? Ne kemi këtu apo ç'atje? Pse nuk reagojnë ata? Pse nuk thonë gjë federata shqiptare? A kupton kush është federata shqiptare? Federata shqiptare është e mbaruar fare. Pret si do zgjohet Duka? Çfarë do thotë Duka? Ky është një skandal i madh, ky është turp i madh. Po neve jemi mësuar dhe më vjen keq dhe trajtimi që i bëhet. Që jo do që ose do që u bë. Neve kemi jetëve që na trajtojnë keq ata. Banalitet i madh fakt. Ma na trajtojnë shumë keq dhe jemi në skandal të fare. Mu tani që flisnit juve më kujtua historia, kam qenë një ndeshje në Greqi në Kret. Ta kam treguar një herë Manush. Po shkum neve në Kret për tyt në kombëtare, një punojës në ambasadën në kufirin atje në Kakavi, tha që shkoni se me zy po presin. Po pse me zy po na presin? Ka histori tha. Shqipëria me Greqinë tha, sidomos Kreta me shqiptarët. Edhe bam dhe ndodhi ai që ndodhi me Kretën. Po. Kur vi këtu ai që ndodhi që ishte skandal, që u doj flamuri, që u bën gjëra, që u bë dhunë, që dolën njerëz me motorra, me topuza, druri, goditën kokë tifoz, gazetar, gjërat, erdhën këtu, s'pas një zhurmë asnjë gjë. I thash ministrës, jo s'kam punun, i thash politikan. Servil ndajtues. S'kam një. Neve hongëm dru atje, këta këtu kishin frikë se mos hanin dru këta. Tash i themi mbas 30 vjetësh, 20 vjetësh ja ku jemi ne. A kupton kush jemi ne? Ne jemi shërbëes të dynjas, ul kokën, edhe thon ata dhe kështu do ndodhi. Servilizëm i egzageruar. I përjetshëm. Këtë do thoja unë vetëm një gjama, dhe për këtë jam i bindur. Po te kishin heq flamurin e Kosovës, Albin Kurtit, jam i bindur që do kishte çuar nga tavolina do kishte ik. Edhe vetëm ai ka këllçe në këtë histori. Po te kishte Ramës do të. Po s'ka asnjë reagim. Po te kishin heq Ramës Ramës Albin Kurti. Po s'ka reaguar. Nuk e di ka reaguar për Albin Kurti. Apo se unë nuk e di si s'ka është reaguar, protokolli. nuk ka. Në qoftë se reagon Ministria e Sportit, do të thotë që ka reaguar e gjithë qeveria. Pra, domethënë nëse reagon ai, quhet edhe pak Albin apo jo? Ajo është qeveria. Okej. Kurti duhet të kishte reaguar. Bëjmë vetëm një ndërprerje, kthehemi prapë te tema, po bëjmë edhe një lidhje siç e kemi zakon me zotin Ponari. Mirëmbrëma zoti Ponari. Mirëmbrëma. Po diskutonin pak për këtë ngjarjen e Kosovës që ndodhi me Federatën e Kosovës dhe flamurët që hoqën nga Kongresi. Nuk e di, ju keni pas ndonjë rast në për kongrese të ndryshme të basketbollit Me Kosovën me Kosovën ndoshta? Me Kosovën dhe Serbinë. Në çfarë kuptimi? Jo, ka ndodhur ndonjë incidenti Në një mbledhje zoti Ponari ku ke pasur delegacionin e Kosovës dhe të Serbisë në krah, është ankuar serbi për flamurin e Kosovës tavolin. Keni pas ngjarje të ngjashme në FIBA ju? Jo, s'ka ndodhur Ka ndonjëherë. tjetër nivel atje. Nuk ka Jo, po qenë. duhet të ketë qenë në Serbi organizimi. Po çrëndsi ka më, ai është ankuar apo jo? Si thotë jo. Nuk ka ndodhur ndonjëherë, ëh? Jo, nuk ka ndodhur ndonjëherë, as nuk ka pas ndonjë kështu ngjarje të tillë. Po në përgjithësi në takimet e basketbollit si janë raportet midis Serbisë, Kosovës, Shqipërisë, si janë marrëdhëniet? Të mira kanë qenë gjithmonë, nuk ka pas probleme, asnjë lloj probleme, asnjë lloj gjëje, natyrisht kanë qenë pak skeptik për organizimin e ligës unike, kanë reaguar pak, por ne nuk e kemi ndjek mendimin sepse legalizimin e ligës unike kemi bërë në prezencën e presidentit të FIBA Europës. Qartë. Dhe nuk ka pas asnjë lloj kontestimi nga natyra, kështu që asnjëherë nuk e kam has këtë lloj fryme për shembull në asnjë takim apo kongres basketbollit Po kudo. më shumë mirë mos ti fryp Po, kot. jo, shumë mirë, okay, nëse ndodhi ndoshta vetëm futboll këto histori. Zoti Ponari, doja t'ju pyesja pak sepse më ka bërë përshtypje gjatë kësaj jave një bashkëpunim që keni bërë me Federatën e Futbollit në lidhje me arbitrat. Si mund bashkëpunoj basketbolli dhe futbolli me arbitrat? Po se ishe kurioz edhe. Se u befasuan dhe me Lorenzo Eminin për këtë çështje. Normal që do befasoheni, jeni marrë pak me basketbollin, keni pak kohë që merreni.
Shiko, përveç arbitrimit dhe anës teknike, edhe një anë tjetër që është shumë e rëndësishme, që është ana sociale, është etika e arbitrit, është mënyra e komunikimit, e sjelljes në fushë, brenda dhe jashtë saj. Pra, nuk ka nevojë që të edukosh dhe të trajnosh arbitrat vetëm teknikisht. Ka nevojë të trajnosh edhe në fushën etike, që ata të dinë, të kuptojnë dhe të dinë të sillen në fushë. Sepse në fundit arbitrimi është në të dy fushët është i njëjtë. Është e njëjta procedurë, është e njëjta psikologji, është i njëjti temperament, është i njëjti presion nga spektatori. Pra janë gjithë të gjërat të cilat janë shumë domosdoshme për të bërë dhe natyrisht ky lloj ne ndoshta mund të jemi pak të vonuar sepse federata të tjera e bën me kohë, po ne arritëm dhe e bën duke u mirë kuptuar në arbitrave femra që tashmë edhe në basketbol janë bërë prezente që nuk ka pas asnjëherë më përpara. Tani kemi 5 arbitre, që do të thotë gjyqtare, që do të thotë që ka filluar ndryshimi edhe në Shqipëri dhe ndryshimi do të jetë i vazhdueshëm. Nuk është e lehtë që të gjesh arbitër, nuk është e lehtë që të kesh prurje dhe natyrisht që është e domosdoshme që kjo të bëhet dhe në bashkëpunim me të dy federatat është më mirë sepse ka shkëmbime, ka njohje, ka shumë gjëra të cilat janë domosdoshme. Në procesin e marrë gjërësisht me basketbolli këtë javë zoti Ponari, besoj se edhe kemi përmendur, nuk e di atë kanë thënë. Dhe basketbolli janë dy sportet kryesore në Shqipëri dhe pothuajse në gjithë Evropën. Pyetjen nuk e mora vesh manush. Jo, nuk ishte pyetje, ishte një konstatim që këtë të hënë në proces sportiv ka që ftuar ekipin e gocave të Flamurtarit të përmendëm për eventin që sapo mbyll atje dhe për suksesin me ligën unike të gocave në fitoren e fundit me Peje. Po, ne folëm për atë event që ne ishim dhe mjaft i mirë dhe liga unike. Po një pyetje na lindi, pse ke gocat diferencat janë më të vogla dhe ke djemt janë më të mëdha? Mos më thuaj argumentin financiar, të lutem. Jo, nuk do të them argumentin financiar, po do të them edhe këtë që niveli në përgjithësi vajzat janë pothuajse në nivelet barabarta kudo paktën në rajon. Ka pas një lloj tërheqje në basketbollit, sepse për arsye është sport më burror. Qartë. Megjithatë prurjet në 3 ekipe shqiptare, 4 ekipe shqiptare kanë qenë të mira në basketboll. Dhe ka pas një rivalitet. Qartë. Tek femrat dhe femrat nuk mund ta thënë që domethënë ndikon ana financiare. E kuptoj. Këtë vit ka qenë diçka më ndryshe, më organizuar dhe ekipet shqiptare kanë qenë më të përgatitur dhe më të konsoliduar me edhe kanë marrë lojtarë të huaja. Për forcime. Ne këtë javën që kaloi ne bëm edhe finalen e U16 femra në përmet. Ishte përsëri një festë shumë e bukur. Një play-off që duhet marrë si model. Dhe përsëri përmeti triumfoi dhe fitoi kampionatin U16 femra. Ka patur shumë ekipe këtë vit, që është për të theksuar dhe është gjë shumë e mirë. Ne shpresojmë që të kemi dhe në të ardhmen. Tani përgatitem me kontare. Zoti Ponari, na ka mbetur vetëm 1 minutë kohë se kemi lajmet. Na jep këshillën e Sigalit, lutem, me siguracioneve, momenti ku ne jemi të gjithë interesuar. Sot kalova këtu në Peshkopi, në Blat, në Kufi. Siguracion kartoni i shil tashmë për të kaluar për një vit. Po. Për të kaluar në 2 anë të Kufirit është ulur 50 euro. Pak e përmendim. Ka qenë 400 euro, tashmë kemi bërë 50 euro, domethënë është një vizë e rëndësishme dhe të 2 anë të Kufirit ishin plot. Do të thotë që ka diçka mirë në këtë dhe natyrisht shkëmbimi i lëvizjeve të 2 anë të Kufirit ishte mjaft i madh dhe këtu pra është bërë i madh. Pra siç bashkon futbolli, basketbolli, bashkon edhe Sigali. Të falenderojmë zoti Ponari. Të urojmë një javë sa më të këndshme. Se kemi lajmet Lorenz dhe të presim javës tjetër. Minutat e fundit po ti lësh më shumë minuta më nush sepse. O zotëri, ke 10 minuta që flet. Ke 10 minuta. Ti ke procesi, ke të drejtë, bëjmë autokritik. Për qafime javë në bar.
Ishim me zotin Ponari, ndërkohë që është momenti edhe për të falendëruar Beauty Point, të cilin mund ta gjeni në disa lokacione nëpër Tiranë, mund të jetë në qendrën Ring Center, tek rruga Minepeza, në QTU në Durrës, Shkodër dhe Vlorë, mund gjeni markat më të njohura ndërkombëtare si Armani, Givenchy, Lancome, Prada, Versace dhe shumë të tjera. Por gjithsesi për më shumë informacione mund të vizitoni edhe faqen e tyre beautypoint.al. Ne do shkojmë në publicitet, edicion informativ dhe rikthehemi pastaj me futbollin evropian. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë në Paso, ora eksakte është 7:08 minuta. Na sjell Verde Watches, orën e saktë. Dini se ku ta blini dhe të bëni dhuratat tuaja dashurish vetëm në Verde Watches. Aty janë markat më prestigjioze. Verde Watches, ora më saktë. Janë luajtur këtë mesjavë ndeshjet gjysmëfinale të kupës, gjysmëfinalet e para ku fitoi Partizani 1-0 me Gnatja në fund me një penallti, barazoi 0-0 Dinamo me Vllaznin dhe pastaj priten ndeshjet e dyta. Kemi në linjë Tan Stoka. Mirëmbrëma Tan Stoka. Mirëmbrëma. Si ka ndryshuar Partizani i Skënder Gegës në 2 ndeshje, 2 fitore minimale, po fitore të rëndësishme? Mund të them një fjalë për atë punën e flamurit në mbledhjen e asamblesë UEFA. Ja, gjithmonë unë bëj pyetje tjetër dhe ti përgjigjesh tjetër. Vazhdo. Dalej. Gzim. E kam gzimin. Po. Me gzimin e ke. Dua që për këtë pyetjen e në asamblesën e UEFA të kishim pyetur Ilir Demalian çfarë thoshte për këtë pjesën. Gzima, mama sa bukur mbronte? Këmbronte. Të hënën? Aha. Edhe ndikam ndjekur, do jam shumë kurioz të dia mendimin e Ilir Demalian për këtë pjesë. Përgjigja si dalte Partizani atëherë. Thashë do thoshin një gjë vetëm. Pse çfarë thon për këtë Ilir Demalian dhe për debatin që bën proces? Çfarë thon njerëzit? Sepse Ilir Demalia ja futi kot për mua. Debatin për procesin ja ka futi kot. Ti thua kështu se jemi ne tani? Ilir Demalia mbahet më si personazh që është gjithmonë kontrovers, është tip gzim sinemati në pjesën e vet, apo nga Amerika. Dgjoj, më vjen më këtu. Dgjoj, themi vretja. Tani mos më bëj krahasime me atë se ma uli vlerën fare. Vlera tani. Ai ka ardhur me pensionin në Tiranë. Theo ke Partizani. Nuk e kemi prezent Le të marrë pensionin në Tiranë. Ai po ishte kundër diktaturës, është bashku me diktaturë. Le tani, është rahat ai. Ai do pensionin. Partizani Skënder Gegës, derbi i kryeqytetit, Tan Stoka çandor. Partizani në historinë e vet, mendoj unë ka pasur le të themi që të ketë bëjmë kasën dhe trajneri do vi trajnerin. Një tash në Gega, kanë qenë tre kolega, ish italiani Partizanit, i cili thoshte presidentit, unë nuk nduri të lojtarë që më sjell, po më ti lojtar, unë bëj trajnerin, do të vizë që ka. Në Gega nuk ka bërë kur, nuk është ankuar fare këto lojtarë ka, po përpiqesh me këta lojtarë që ka, po mundohet të bën trajnerin. Pra tani këtë do të bëj. Lojtarë që ka merret i servisit të bëjë të gjithë momentin e dur, të thonë e dur të luaj. A je i kënaqur ti si tifoz? Je i kënaqur me Partizanin? Unë jam i kënaqur, Partizani ka shumë defekte akoma, ka akoma shumë për të rregulluar. Unë kam folur me personelin këtë ditë edhe normal ka shumë për të rregulluar. Loja nuk është më pëlqen, po nuk është me kënaqje më lart. Tani me journalist. Tani është një tifoz i Partizanit që më i vjetër se ty, edhe kam mik, edhe më thot mua i them, "Ama si duket Partizani?" "Oh, di se është Partizani, da shet futbollist ka blet drejtora." Çfarë mendimi ke? Jo. Problemi është se të gjithë në klub kanë detyrën e vet, se ti ka detyrën e vet blim. Ti ndajnë gjonat, se ti ka detyrën e vet. Që ke qetësu tano, që ke qetësu me Arne Skënder Gegës. Shoh një zë më të konsoliduar këtë. Gjithsesi mua ndihet dora e profesorit, profesor Skënderit. Po. Ndihet dora, të gjithë shohin. Ideja Partizani gjithë kohë nuk ka pas lojë. Ose Partizani po bën lojë. Pse bën lojë dje me Gnandën? Po pëson. Është shpresoj mos pësosh. Dhe po shoh dhe që punë Partizani ka pasur shumë gola kot, nuk ka pas as lojë. Tash ti personeli rregullon këtë gjë. Po mundohet, ai gjithë ka, po mundohet të rregulloj këtë Partizan, për ta që ka. Edhe një pyetje, që ka të bëjë me lojtarët. Ti mendon që duhet luajë Elban Hoxha në port apo jo? Se pam ndeshjen e fundit që ishte informacion. Pam gjithë. Po. Ja dhe që ka bërë super kampionat, ka qenë super decisiv. Ndeshja ka bërë. Ka bërë gafat. Edhe gafat jam kësaj dorë, normale. Por jam që ty Elban, po. Jam që alternojnë të dy. Nuk ka problem. Më duket se luan në Kupë Albani dhe në kampionat. Po, në lëndë. Që i kanë darë në kampionat tjerë, po. Madje Hoxha e pranoi vetë që jam lojtar stoli. Gjithë jam që i paqar për penaltin dje, po edhe kjo është vazhdon të jetë paqar Partizani kur shkruan penaltin, se më morë nga goja. Do gjunta Albani,
Në të vetë gjyka Albani penalti. Si Milani që zjen për penaltin tanë. Ku të bien ty këto Milani janë bërë ekipet? standard, nuk të gjithë humbi penaltin. Ku të bien ty këto ekipet? A vendosi trajnerin fund? Jo më Po, Albania trajneri la në fund. lojtarin Albania Kekos. ata- Ja la ata vet dy Keko. Kekos. Sigur hyri pak Gega në fush më duk. Sigur hyri në një moment për ta Syri sqaruar. dhe Albani u morë vesh me trajnerin Gega, Aha. me kapitenin dhe thanë që më në fund ta gjyk Keko. Vendosën. Derbin tani, si e shikon derbin? Vështirë, po unë si Partizani do të qenë se Tirana meriton të jetë në kampionatin tonë, dhe pa Tirana nuk do kampionat, unë jam si Partizani më mitja në Tirana. Stjali Tirana. Partizani u mbet vend në Partizani po 4. mbet vend në 4, kujt Se unë betë, fitoj tani me Elbasanin. Po mirë ashtu. Me logjik. Ma më të logjikën. Se profesor Neri rinovoi për 2 vite Tanë aty të inë vërtet tyre si pëlqen. Në një kampionat, lek te, lea ne, kështu do thotë le edhe kësaj. S'po thunë një gjotë, këta bëjnë çudita, pse të janë lehtë. Sa ta çdo javë po bën bazare. Më fal. Dinamo do ta shkruajnë me Partizanin dhe ikun kokë si legjendë dhe la. Ora mos kanë zë për të ndeshje Glend, mos dalim live kot. Tano, edhe po vendosëm me Alën, mos fusin 18 vjeçare, mos i bënin pisat atë vejlit. Të them të Glen, se me dy gjona, një për Big Brother dhe një për Formula 1, me që jemi këtu. Po, patjetër se kemi formulën në japonik të javë. Nesër mendoj që Gerta meriton të jetë finalistja e parë e Big Brotherit. Kush? Gerta. Shkoj ke Big Brother. Ka i vetat për Aha, vazhdo po. Jo, të pasojë publikun. Po shohësh, Rozana ka pasur 2 zare si Lidia, si Egli, gjithkohë, më ka pasur një lojë, kurse Gerta ka përballuar me të gjithë bashkë përballë. Okej. Kush di që kush është lojtar, ai që merr vetë nga loja, ai merr vetë nga loja, pastaj kam si bëj unë. Po nga Formula 1 ne të kuptoj në Supersport 2. Vazhdo. Janë provat. Çmimi i madh i Suzukës në orën 8 të mëngjesit. Mos gabon. Sa të shë Ferrari këtë mirë. Po shpresoj Ferrari po. Njoftimi i rëndësishëm për Tanstokën dhe gjithë Saukun. Dhe gjithë ata që kanë probleme me syt, Universal Eye Hospital, vendi i duhurit tano për të bërë operacione syve të tu me 15 minuta me doktor Nadon Qafën, heq perden gjithçka dhe të vjen shikimi magjik. Në rast se pastaj kemi edhe optikat që janë 3 optika Universal, ke Garda në Kamës Bulevardi Blu dhe në rrethrotullimin e Fushkryes. Tanstoka, falënderime edhe përqafime nga studio e Paso. Faleminderit. Ishte me Tanstokën. Lorenz, ke diçka për të shtuar për ndeshjet e kupës, ndoshta për derbin që do luhet hënën dark? Kam diçka ta për ndeshjet e kupës. Kapitullin e ajo që më bëri përshtypje ishte ndeshja me Dinamos me Vllaznin, që disa nga ato lojtarët që këta nuk i futën në ndeshje me Skënderbeun, që i deklaruan dhe të dëmtuar, unë kam listën këtu, në fakt nuk do të futem kaq gjallësira, dhe që u servisht sikur janë të dëmtuar kanë nga 2-3 javë ishin në ndeshje me Vllaznin. Kjo tregon që ata nuk i kanë futur sepse nuk kanë dashur tifosin. Përtej kësaj ajo që më ka habitur shumë. Ajo që më ka habitur shumë ti Glend është që si s'ka patur asnjë lloj reagimi, po nga të gjitha palët, filluar nga federata, nga institucioni që drejton garën, filluar nga presidentët e klubeve, që disa nga ato klubet aty mos të them të gjithë ndikohen drejt për drejt nga ajo lloj ndeshje. Nuk pati asnjë reagim, të dalin të flasin. Presidentët të cilët po dhe Tirana e trequr dhe unë dëgjova ca zëra dhe besova që mund të jetë e vërtet që më thanë i je në dieni sepse që presidenti Alili do dalë në qofse. Ç'është kjo në qofse? Pse duhet me në qofse? Po në qofse se këtu gjëra. Mirë, qofse Tirana shpëton, mbaroi historia. Presidenti Alili dhe të gjithë presidentët si Alili duhet të dalin dhe të ulërasin në atë rast, sepse ndikojnë direkt. Ndikojnë me rezultatin e tyre. Gëzimi po të shef me pamje. Si mund ta pranosh? Po kërkon diçka. Po kërkon diçka kështu. Flasë me përgjigje vazhdo bëhet. Ç'a pret? Kush do flasë? Tifosit Tirana nuk më beson nga Alili. Te UEFA që s'flet fare ashtu. Ne po flasim ne që s'kemi asnjë lloj interesi në këtë pjesë. Dhe nuk flasin këta që kanë interesa direkte. Që po harxojnë lekët e tyre dhe tani po ikën njëri se ja le kjo, tjetri se la tani. Kjo ishte për ndeshjen e kupës dhe për atë që thot, sepse edhe dje ndeshja ishte dominuar totalisht nga Ignantia. Le ç'a thot Tani, se Tani është tifoz dhe ai goli që ajo penalltia komplet rastisht që Ignantia për 75 minuta i mori frymën Partizanit. Skënderi vërtet ka ardhur Gega, inshallah mban vend në 4, po Partizani me atë lojë që prodhon, edhe me Laçin që fitoi 1-0, po ashtu fitoi. Me një gabim të atij lojtari. Ne japim dhe pakon, sa ai ska Chelsea magjik, ai nuk është Harry Potter. Me prek aty në shkopin edhe mbaroi. Glen, dakord, më dy ndeshje, po nëse ne themi që Partizani po shkëlqen apo po luan mirë, po gabojmë dhe ne pastaj. Kurse për ndeshjen e derbit,
Unë bashkoj me Gëzimin këtu, që tha që nëse do ishte për mua, siç po bëhet kjo punë më lart ala, dhe Partizani duhet t'i tregoj tolerant dhe të tregonte që ne na duhet më shumë Tirana. S'mund ta pranoj Tirana këtë. Kuptoj unë këtë pjesë. Tolerancë të kështu siç vajti kjo punë tani, sepse ka dhe një problem tjetër shumë të madh që Tirana është edhe disfavorizuar në maksimum. Një që nuk ka lart fare. Lenco, të ndërpres pak Lenco. Ja, vetëm një. Në qoftë se ata bëjnë tentativë me Alën Asaj për atë historisë, për atë emrit, për atë bukurirave që kanë në jetën e tyre, dënohen. Po s'mori leje ata. Po e qartë. Tirana dhe Korça dhe Dinamo mund t'ia lejë njërës tjetër, se kanë marrë leje federat. Po s'mori leje, nuk të lejë njëri ta lesh. Kuptoj edhe këtë. Hapen portën, mbyten portë, fizharmonikën e komandon ai në FSHF. Muzikën. Tani Tirana ka dhe një problem shumë të madh. E para përveç ndeshje që nuk po prodhon lojë ka, sepse luan derbin të hënë, shkon luan me Skënderbeun me vendin që e fundit, momentalisht të parafundit, luan me Teutën, që janë të gjithë përmbjetesë. Java më e rëndësishme. Po, dhe javën e fundit që ndoshta inshallah deri në atë moment është vendosur, luan me Dinamo. Kështu që Tirana është më e rrezikuar nga të gjitha këto, për mendimin. Plus që është vend fundit momentalisht. Megjithatë ka një fakt pozitiv, duke qenë se ndeshjet janë direkte, pra luan dhe me Skënderbeun edhe me Teutën. Mjafton ti mundesh rivale direkte ti mund. Po nuk është kështu, sepse Tirana, dashamirësia për Tiranën, pra nuk është se varet nga këmbët e tjerëve. Fiton ndeshjet e tua dhe mund t'ia dalësh. Po me Tiranën nuk i kanë dhënë as atë që i ka takuar deri tani. Jo, 32 javë. Lenci, thuja mirë autorit e emisionit. Thuja mirë. Brenda një sistemi të madh që ka Superliga, Tirana është jashtë sistemit. Përveç që ka hallet e veta, i ka kundër atë gjithë. Shpjegoja mirë atij. Sa i thënë është tifozë e Tiranës. Pa i bëj sikur se kupton. Nuk besoj që ka ndonjë. Mirë që Tirana ka thallë vet, që i ka zero menaxhim brenda, po i ka gjithë kundra. Sepse është një plan i madh që Tirana duhet dalë, siç ka qenë plani për dal Dinamo, siç ka dalë Partizani, tani ka radhën Tirana. Tani që do bëhen 4 kullat atje, duhet bi Tirana. Sot ishte ndryshuar projekti për kullat. Ky është futboll kullash. Shkojmë pak te futbolli evropian se kthehemi ke këto hallet tona sigur më të qartë. Futemi ne jemi çik më të qartë. Po, ja për shembull. Manush, kur u bë Qemër Stafa që thoti, u bë një kull. Kur të bëhet ai Tiranës, do bëhen 4. Kështu që 4 herë do ishte Tirana. Unë nuk jam kundër kullave, fakti është që inshallah sjellin zhvillim. Kundër duhet jesh. Po jo më le të sjellin zhvillimin. Kullat nuk sjellin zhvillim, kullat sjellin mungesë oksigjeni. Po jo më atmosfera këtu brenda në Albania. Unë dua që të luhet këtu, ne të arrim të luajmë këtu ndeshje futbolli, le të bëhet dhe biznesi që bëhet, le të rritet turizmi, po të bëhet futboll në mirëfilli. Këtë do kërkojmë atje. Lajmi i fundit. Gabota. UEFA ka marrë vendim për Real Madrid. Tash kishte marrë një vendim për 3 futbollistë dënohen. Çfarë thotë më? Po, Rudiger 40.000 euro. Job, vetëm job. Po çfarë dënimi? Mbappé 30.000 euro job dhe Ceballos 20.000 euro job. Në qoftë se këto janë gjoba për Real Madridin, i pagoj unë në rrend. Ata lej fare. A quhen gjoba këta marrin miliona dhe quhen gjoba këto. Se thon pastaj që UEFA është kundër Real Madridit. TV Turbo UEFA-s që bën kështu gjëra. To janë vendimet përpara ndeshjes me Arsenalin në Champions League pas mënyrës që ata festuan në ndeshjen me Atletikun e Madridit. Pra, institucioni drejt i pavarur. Mbappé Rudiger bëri një gest kështu. Mbappé bëri gjeste të tjera, Vinicius të tjera. Dhe UEFA është mjaftuar, por i ka dhënë shërbim prove, pra nëse përsëritet këto ngjarje në një vit, mund të ketë dënime me ndeshje. Po UEFA nuk ka dhënë akoma shërbim prove se u doq flamuri e hoqa ne. Ska folur fare. Ti ka hall tjetër. E di çam kujtohej me këtë shërbim me prove. Ti jam kujtohej federatën tonë, Perl fare. Kjo ka ndodhur. Kur luajt ndeshja Bylis Tirana, e mbani mend që u luajt në Rogozhin, që u bë, që plasi grushti dhe 5 lojtarë, 7, 8, 10 të Tiranës i dënoi me shërbim prove. Me i la deri në fund kampionatit dhe nga ata s'u dënua asnjë pastaj. Ndërkohë që provat ishin filmike, ishin në shërbim prove. Pa edhe këtu filmike ishin provat. Po ç'është kjo shërbim prove, ai është fakt. Edhe këtu ne po bëjmë si UEFA. Mirë tani, UEFA po shbën si ne. Për atë gestin, ti mendon që duhet dënojë Rudiger? Patjetër, më çfarë flet. A me atë të pres kokën? Jen Terezitia apo? Ora mos punon dhe ti në UEFA. Jo, s'mundum në gest. Po të pres kokën. Ishte tamam pres kokën, ishte. Ajo është shenja, ja, është edhe shenja fik shumë. Okej. Nuk e dim se deri ku po të dënohet një skuadër për kështu gjëra lojtarët e një finale, do të thënë një gjysmëfinale, çfarë finale që neve merrem me këtë 2 minuta.
Se po ju themi gjë. Jo, mos Njëri ka 40, njëri 20, njëri 30. Kjo është çfarë? Një ekip që merr miliarda. Shikon, në aspektin e gjobave, niveli është i lartë i gjobës. Asnjë Në gjë aspektin e gjobave. Kjo është vetëm 3 gjobë. 40.000 euro gjobë është gjobë e lartë po për një futbollist. O Glen, kur thu Real Madrid bëhet 0 gjë. Ore, s'po themi por niveli i gjobës është i lartë. Jens Lemani ti vun 60.000 euro gjobë për shpejtësi, ti thua i vun këtij që bëri e pa miliona njerëz për shpejtësi. Në Gjermani vun 60.000 euro. Jo sportive, mund të kishte edhe dënime të egzageruar. Jo, më të ishte dënuar me ndeshje. Po të ishin dënuar me ndeshje nuk luanin javën tjetër me Arsenalin. Pra kjo ishte gjithë Ky është thelbi. pritja se çfarë po ndodhte. Ti mor nga rruga aty. Po në shkruajnë nga Amerika tani. Çfarë thon? Ka antifoz të Arsenalit si Prodani. Do kemi Skandal thotë që si kanë dënuar. patëm ndeshjet e mesjavës, rim pak në Spanjë tani se Po. pam dy ndeshje shumë bukura të gjysmëfinalet e Kupës së Mbretit dhe fatmirësisht do kemi dy klasike në 10 ditë në fundin e prillit dhe fillimin e majit. Njëra madje i përkon me datën e zgjedhjeve në Shqipëri 11 maj, nuk e dim se po do jetë në orën 9 do ketë mbaruar zgjedhjen atë kohë. Po mund të qelloj që ndeshja mund të jetë në datë 10. Dgjoj. Ndeshja mund të jetë në datë 10. Ka një mundësi, sepse nuk është përcaktuar kalendari. Ska dalë akoma kalendari se në varësi të kualifikimit që do kemë. Ajo që dihet është data 26 është finale e Kuzmës. Ajo që dihet është finale e 26 prillit. Në Kartuha në stadiumin e Po çka ka bërë gjëra ka një problem atje se stadiumi është i çmontuar komplet. Po si do bëhet për datën 26? Ata po rregullojnë barin nga e para. Po si do arrijnë? Do e bëjnë, se nuk është sa sot është data 4, ka dhe 22 ditë. Janë 3 javë. E mirë s'keni plan B, mendoj ju, nuk e di. Do ta bëjnë në Sevilla do luhet. Është sot janë ndarë dhe biletat. Çdo tifozëri do ketë 27.000 bileta. Oh, 27. Janë shtuar në krahasim me edicionet e mëparshme. Pjesën tjetër se ka dhe neutrale. Stadiumi është diçka rreth 70.000. Pjesa neutrale pastaj i takon UEFA-s dhe sponsorëve gjithë gjërat e tjera. Po, aty janë dhuratat. Të dy ekipet i kanë dhënë shumë bileta këtë radhë. 27.000 konsiderohet për një udhtim, është numër i madh biletash për një tifozëri për të shkuar në Sevilla. Po shifja diet çmimet e avionëve për kuriozitet, ishte bërë çmimi Barcelona Sevilla për atë ditë, kishte shkuar 700 euro bileta. Trenat janë ka 20 trenat shpejt që kanë ata ishin trefishuar çmimi, do të thënë ishte çdo gjë ishte llafar. Cila skuadër mendoni ju që është trembur më shumë kur mëson që do jetë rival tjetri, si më thon? Reali apo Barcelona? Dgjoj. Në situatën që jemi tani, se gjërat mund ndryshojnë. Thierry Henry, më duket, kishte thënë që Europa ka frik Realin, Reali ka frik Barcelona. Vedi keni duar? Çfarë bushi? Jo. Jo, nga çka ka ndodhur. Patjetër që Reali është aty, mund të jetë radha revanshit. Po, në dy përballje me Barcelonën nuk na mbetet vetëm që të kënaqemi. Unë shoh për Barcelonën. Imagjinoni sot kishin thënë që mund të ketë edhe një tret, se mund të jetë edhe një tret që mund dalë nga Champions. Domethënë në 30 ditë mund ndeshën 3 herë. Ai është një kupton se çfarë ndodh? Hipotezë, po dhe mund ndodhi. Po dhe mund ndodhi. Për sa kohë? Finale Champions League. Përse që na vin ndeshje të mëdha me të vërtet të mëdha duke pas parasysh efikasitetin që ka Reali që të bën gjëmën dhe lojën e bukur që po na sjell Barcelona. Dhe që i kemi në vetëm në digital, aty vjen lumturia nga digital. 26 prilli do jetë shumë e bukur, njerëz është finale kupe. Barcelona me pas me probleme fizike ali kur shifja Pedrin aty. Po mirë, mund të jetë edhe nga fakti që ka luajtur për 6 ditë 3 ndeshje. Po do vazhdoi sistemi, do luajë. Po sistemi tani është më ndryshe, se është i barabartë me tjetrin. A e ket po është i barabartë me tjetrin. Kjo ishte javë shumë e rëndësishme, sepse ata luajtën ndeshje me Osasunën tente. Luajtën kampionat dielën. Ti do me krahasur të mërkurën Ciao Menier Rudiger me sa herë prek topin Pedri me shkontin mendje. Po prap si ka mundësi për ata lojtarët e Atletikut që vetëm ai është Gerrard. Ai lloj lojtari. Si ka mundësi më që nuk krahasohet me asnjë ska pas Barcelona, ska pas Spanja. Ai është vetëm që mund t'i ngjaj pak Iniestës në llojin e ai ka Iniesta, po ka diçka ndryshe nga Iniesta. Edhe ai ska pak më ai ska nevojë të komplementohet, ai ska nevojë për Xavin. Në krahasim me Iniestën, ai bën të dyja bashkë. Po, e vërtetë në krahasim me Iniesta ai shënon më pak. Pra është një lojtar që nuk shënon aq shumë sa shënonte Iniesta. Po ama aty pastaj në mesfush është e tmerrshme, nuk e merr dot topin. Ai mund të bëjë një rrotullim në një moment që ti thua ai duhet të nxjerr 3 lojtarë, nxjerr dot. Tani ideja është kjo. Rudiger, Tchouaméni, mi thoni gjithë këto lojtarët me ngjyrë që ka Reali. Tchouaméni, Kamavinga. Bellingham, gana fizike këta. Po përplasen me Pedrot, me shok do i bëjnë dëm shumë. Me thënë vërtetën, Reali është më lart fizikisht, se e pash datë ditë me Societatin. Pjesa 2 ishte nivel shumë i lartë. Reali Madrid ishte lart fizikisht. Po është një skuadër që son gola. Ata kanë xhamalin që po son gola. Reali tash fare për i breta peka son gola. Nga Sociedad 4 gola. Pas Jamal është edhe ai
braziliani. Rafinha. Që është në formë. Po të duan ata të dy. Nuk e di a vjen Dani Olmo deri atëherë. Dani Olmo ka 3 javë periudhën e rikuperimit, kështu që ndoshta mesi prilli duhet jetë gati, ma merr mendja. Ndoshta Në fakt vjen fundi maksimumi data 20 duhet jetë. Ju bëj një vrejtje Manush, ju bëj një vrejtje? Po. Ka drejt ai Hollywoodi, dit ndal me ndal, që ju flisin në Real Barcelona, s'tis as për Bayern as për gjë. Ju shoh gjithkohon vetëm Barcelona. Bayerni për shembull, ja, shikoj të them një lajm për Bayernin. Ne që përmendë Dendal Medin, le ta mbaj, ja ku kemi Hollywoodianin ton që tash vetëm Dendal Med Austria se kemi partner mik dhe ta firmuar. Ja do të jap një lajm për Bayernin që këtë javë në kampionat Bayerni do ketë 9 mungesa. Do marrë nga të rinjt. Imagjinoni pak do të marrë Bayerni nga të rinjt për të luajtur kampionat. Të rinjt marrë dhe Lirdajn Po pse bën për Interin? Po s'ka ç'a të bëj se ka hallin e Interit që kanë mesjavë, kështu që Doruhet për Interin. Po edhe nuk ruhet dot sepse edhe në kampionat situata është me 6 pikë, nuk është se Ka një pyetje për Gzim Sinevadin. Jepi. Nga gjithë skuadrat e Champions League-s, që ai e di mirë se cilat janë. Po të qof ja përsëris. Real, Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern, Inter. Kujtoni të kush mund të jetë Dortmund, kush për Gzim Sinevadin është më e mirë në formë këtë edicion. Kush është më e fortë ka këto? Sipas teje. Sipas meje, më e forta është Paris Saint-Germain këtë radhë. Për nivelin. Për edhe për ekipin që hoqi po. E vërtet është. Për momentin, për momentin. Gjithmonë që për momentin, po që për historinë, ka një dy lojtarë që më pide që i kanë stat. Disa më pëlqen kjo ide që thuhet që është forcuar mbasi ikut Mbappéa, është forcuar mbasi ikut Mbappéa. Kjo që thotë është shumë vërtet edhe Pari. Qytetarët më të mirë në botë dhe të forcohet ekipi. Kjo tregon që ekipet janë marrë peng nga individët. Kur ekipi bëhet kolektiv, bëhet më i mirë. Ç'a ide ke? Edhe ke Napoli Manush, flitet teori, për shoh edhe shtypi napoletan lexoj. Po, e di që ndje. Napoletan, kaleritan, se ti nuk i lexon këto. Ne nuk e njohur italisht. Iniciativë. Thuhet që ku ka ik para Zhelia, është forcuar Napoli. Ishte më spektakular, më i bukur tha, po jemi më të mbledhur. Edhe Paris Saint-Germain tani, ata nuk është se hoqën Liverpoolin, po janë ekip shumë mirë. Shikoj ritmin që kanë kampionat, shikoj atë. Ka stolet fort. Nuk e di, çfarë do ndodh. Këtë vit është po sa aty nuk merret me entuziazëm. E kaluan Parisi Glen tani direkt me kë kishte me? Parisi me Aston Villa. Dikush po, pastaj bie eventualisht Reali me Arsenal. Realit. E diku qëndroni vetë me problemi i Parisit Gzim që sepse ka qenë në të tillë formë mban edhe para 3 viteve. Jo, është ndryshe këtë vit. Jo, para 3 vitesh. Ishte me yje, s'ka yje tani. Ka historia frikshëm. Këtë vit është ndryshe. Këtë vit bëjnë futboll. I zvoglohet oksigjeni pastaj. Ndoshta afër Barcelonës janë të dyja në të njëjtën linjë. Në futbollin që bëjnë. E cila na ka ardhur sot me një look të ri. Dhe po flisim gjithë çfarë do luku ka Kloj. Ja, unë t'ja kujtoj Gzimit një basketbollist. Njëri thoshte Lagerta. Një basketbollist që ka quajtur Allen Iverson. Ka qenë një model shumë i bukur flokësh, po bën edhe 3 pikë. Për dy gërsheta, të cilat ti e kanë dhënë shumë mirë. Nga lësat më inteligjent në botë. Meriton të japi reklama pafund, vetëm na japi linjën sa më shpejt. Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi pastaj për pjesën e fundit. Rikthehemi në pjesën e fundit, bëjmë një rezume se çfarë do ndodhi në fundjavë në Digital me ndeshjet, por më përpara doja të diskutoja pak me Gzimin edhe këtë letër lam të mirë që ka bërë sot Kevin De Bruyne. Mbas 10 vjetësh do largohet nga Manchester City. Ndoshta do vazhdoj karrierën diku tjetër, por janë 10 vite me të vërtetë të jashtëzakonshme për një futbollist modern, futbollist shumë i bukur, një mesfushor që ke qejf ta shohësh fushën e lojës, apo jo? Si e peti këtë vit? Se nuk ka qenë një vit i lehtë për të, edhe një kohë gjatë me mungesë. Thënë kam dyshuar, domethënë, edhe kjo më duket si fundi një gjë që i çon më shumë ato i ve volën dyshime që nuk ka luajtur me shumë dëshirë me pasion siç ka qenë nivel shumë. Këtë vit, ndoshta edhe nga rezultatet, nga marrëdhënia me Guardiolën. E mban mend një herë që i thaj, siç i tha diçka pasot tome, ky bëri një shenjë tha, tha, më lë radhën. Sa herë që shikoja marrëdhënien e De Bruyne me Guardiolën, më kujtoi libri i Ibramovicit dhe kur hap librin me Guardiolën. Ai është tani më i mirë në botë, është shumë i suksesshëm, ka ndikuar shumë futbollin botror në zhvillimin e gjëra, po në raporte me futbollistët është ai që është. Ai e tregon shumë të vështirë dhe unë po të them që De Bruyne është një nga lojtarët më të mirë. Po kur nuk dolin pa, do të thonë deri në vlerat që kishte, ndoroja që mos ishte ke City dhe ke Guardiola vitet e fundit, po futbollit nuk i dihet. Dhe kjo që paralajmëron ai është, do të thonë, është diçka që prit ai. Po do të thoya që nuk e di, domethënë nëse De Bruyne do ishte një ekip tjetër me Belgjikën, do flisim për dikë tjetër.
Me Belgjikën s'ka shkëlqyer ndonjëherë fakt. Po nuk shkëlqen dot. Nëse Se nacionalja Belgjika, nuk po. është në gjendje të marrë trofet, bëj gjëra të ndryshe, një lloj individ. Po si Alandi ka do Alandi është. Unë dëgjoja një intervistë pa nuk e di, pa para 2 ditësh të Pedrit, më thonë gjithkohon ta i lehtë, ta i bruta, komçe vogël, se si thoshin çfarë. Edhe tani thonë për mua që jam i talentuar, nuk i besoj më tha. Sigur më thonin atëherë si sot tha, nuk i besoj dot asgjë tha. Vazhdoj të luaj tha, kam ata egon time ata duhet bëj progres tha. Po. Por ama më përpara më ofendonin tha, tani më lavdrojnë. Ai ta gjeu tha, ku jam tha. Thot Pedri. Qartë. Po De Bruyne që është klasë shumë i lartë që ishte, nuk dim çfarë emri i vëm, ne thena që pse top në art nuk e mori as Iniesta, as Xavi. As De Bruyne. Po De Bruyne, ai ishte për top art. Nëse De Bruyne ishte francez, a do ishte angles? Nëse që fundi i paralajmëruar ishte, domethënë gjithë ky viti u ka një moment caktuar që u shoh edhe më shumë i paralizëm me rastin më shumë i dëmtuar moralisht se fizikisht. Po një paralizëm me rastin e Griezmann, se nga dashuria në urrëtie tifozi kalon shumë kollaj. A ditë që e ndruan me Barcelonën, pati ca vëshëllime në stadium. Tani njëri që ka dhënë shumë për skuadrën, ka thyer rekorde pafund atje. Këta duhet din kur vjen fundi për mos të ardhë ky lloj degradimi. Tani ai me siguri pret që t'i ikon Shëbaun në këto. Mos e Griezmann se shumë 30 vjeç, as 30 s'është më duket. Po, jo, është 34. Griezmann. Po. Po erdhi fundi i marrëdhënieve me Atletikon e Madridit. Manush, jo gjithmonë kur fshkëllen turma ka drejt. Jo gjithmonë. Nuk është se erdhi fundi se thon ata me fshkëllima. Jo, po ka kohë që ky ka komentuar vazhdimisht, nuk ka bërë gjë. Griezmann është vit shumë inteligjent. Vështirësisht, por lojtar shumë inteligjent. Cerezo ka një marrëdhënie tjetër me atë dhe me shumë mundësi mund t'ia rinovojë kontratë. Me publikun Manush. Them ca lojtarë që kanë vlera më të ulta se De Bruyne, se ky Griezmann. Pa ma i shkëm mrapa turmës, nuk i fshkëllen turmën. Ka da servilet turmës. Ka da njërës që nuk e qaj konkur. Unë njof një futbolist. Që shkëm mrapa turmës. Ka njërës që nuk e duna, dhe turma i fshkëllen. Unë njof një futbolist që kanë bërë kontrata pa fund dhe në çdo stadium është fshëllyer nga tifozëria. Madje është fshëllyer edhe nga kombëtarja. Morata. Mos fol fare. Po, dëgjoj Glen. U habit gruaja vet një ditë para se ndajnë, duhet se më bashku prap tani sa atëherë. Jo, bashku prap. Jam bashku prap. Po ti çka ke dëgjuar çfarë thon apo? Unë nuk kuptoj një gjë. Më lëndë se sot si jemi ndonjëherë. Gruaja vet thoshte që ka dhe gruaja lojtare modhe. Unë skuptoj tha si tifozët tha para një ndeshje të rëndësishme që është finalja shajnë Moratën. Unë se kuptoj tha ndonte kjo gjë në Itali tha me me Bruno Conte. Ka drejtë ose ai kujton se është martuar me Messi. Blend edhe një fjali. Po. Mos ta harrojmë edhe gjestin e Mourinho. Po, ato doja të flisja për Mourinho. Domethënë, nuk ka. Çfarë ishte ajo goditje? Dhe vetëm ai mund ta bëjë këtë, që kapi për undë trajnerin e Galatasaray dhe rrezikon deri në 10 javë. Po ti gjallai tani si u rrëzua ashtu se kur i duhet të sniper. Po, edhe ai veprimi aty shkon e ka për undë. Ai ka bërë të undën me Tito Villanova, ti ka futur gishtat në undë. Gishtat në sy. Ka kështu histori që ishte edhe 10 histori, po tek s'kemi kohë për t'i thënë se ishin interesante. Wengerin është zënë me shumë. Ka qefto. Me pikë ka qenë debati me gruan e Benitez, Rafa Benitez. Po. Që në një moment ajo ka thënë që kudo ku shkon Mourinho prish, domethënë Benitez i rregullon ato që prish Mourinho. Po. Dhe ai që i përgjigjet që ti shiko bë një dietë për këtë, njëri që do dobësosh këtë për lërë mos e bën. Dhe goli që shënoi Muçi përsëri në kupë që ishte një super gol më biçë. Na jemi se Beşiktashi humbi, po. Ça goli? Mund 3-1. 3-1 po. E anullon atë gol. Jo, anullon 2 ditë më vonë anullon Silvinho. Ky bëj pak rezumen. Standard, cilësia gjendet vetëm ke top standard. Hidrosanitare të moderne në qytet vinë nga Italia enkës për ju. Bëjni tuajt top standard. E gjeni në internet, gjeni aty çfarë të dëshironi dhe mjafton të porosisni. Përveç Formula 1-s, Formula 1-sit pra këtë javë që do jetë në Japoni të shtunën dhe të dielën, do të kemi ndeshje të rëndësishme futbolli në Angli. Evertoni luan me Arsenalin nesër, Real Madridi luan me Valencian, Barcelona me Betis luajnë të shtunën. Të dielën pasaj do jemi më të fokusuar te kampionati anglez sepse do kemi Fulham Liverpool, Manchester United, Manchester City derby Manchesteri që është ndeshje shumë e bukur në orën 5:30 minuta. Luan pra ditën e diel derby Manchesteri. Evertoni me Arsenalin. Është Evertoni me Arsenal është nesër në orën 1:30, do të thonë ditën e shtunë në 1:30. Një gjë tjetër që po lexoja pak në këto minuta që kanë mbetur, një analizë për fitimet që ka thënë FIFA për botrorin e klubeve. I thonë që skuadra që fiton
turneun do marri diçka rreth 125-130 milion euro. Dhe një nga gazetarët spanjoll, Axel Torres, që ti e një mirë, kishte bërë një analizë se sa e dëmtojnë futbollin çmimet e mëdha. Dhe ai thoshte, duke marrë vitet e fundit, thoshte që një skuadër që fiton një turne, qoftë Champions League apo botrojnë e klubeve si këtë rast, merr një benefit shumë herë më të madh në krahasim me skuadrat e tjera. Për shembull, në rastin thoshte ai që kampionatin botrojnë e klubeve do fitojë një skuadër portugeze, po themi Porto. Marrim një shembull. Porto përfiton në krahasim me kampionën që do jetë nga kampionati portugez, që mund të jetë Sportingu, nuk e di kush do dali këtë vit, përfiton shumë marramëndse. Dhe ai që fiton, vazhdon fiton gjithmonë. Pra kjo situatë ai është e padrejtë për mënyrën se si rrjedhin ndër vite fituesit. Pra duhet që FIFA, UEFA të korrigjojnë çmimet e fituesve, se janë shumë të larta dhe i dëmtojnë futbollin. Ai thotë një skuadër që nuk fiton, nuk do fitojë dot kurrë. Sot kështu është historia. Kush fiton, fiton. Vazhdon. Fiton. Nuk e di se e vëmendshme dohet regjia. Nuk të lën ta mbarosh. Se kaluam direkt ke Leopardi. Një Leopard në studio. E po ç'të bëj? Ajo është Atalanta Kërçuku që vjen për Big Brother. Ishte Leopard tamam, na kishte kafshut gjithë, po s'ka fshon njëri. Jo, kurse kjo është Leopardi Gopur një, është Leopardi vetëm vegetarian qytet. Dhe ka deklaruar është vegane. Vegetarian. Jo, teknikisht janë peshkatar janë tani, më ha peshk, domethënë dhe jo mish. Fillove ti, kalu ke peshk. Janë peshkatar. Çfarë lloj peshku ani? Ç'të dal, vetëm ti e peshk. Salmonin e preferoni salmonin? Patjetër. Edhe kush nuk e preferon. Sa po kishim një mikun ton që tha me bindje që nesër shpallet Gerta finaliste e parë. Çai thua ti atit? Unë them që është Rozana dhe po, Rozana është finaliste e parë. E di Atalanta Kërçuku këtë punë. Kam 4 muaj që bëj Big Brother Radio se kam parë ku shkon kjo punë. Unë mendoj që është Rozana, finaliste e parë. Nuk është se jam tifoze e Rozanës e thekur. Po e shef lojën me studimin. Po lojën me sytë e mi dhe mendoj që i dyti do e gjesti. Bëra edhe një javë parantezë që kur të më merrni të premten tjetër. Është caktuar sa finalist do jenë? Jo, nuk është caktuar. Se 4 shkojnë zakonisht në final. Okej, 5. Por së fundi 2 vitet e fundit kanë qenë 5 dhe mua më pëlqen të japim sa më shumë. Kë kemi sot në Qa do kemi sot në Big Brother Radio? Sot do të kemi një dyshe fantastike që kërceu në Dance with the Stars, Atalanta Kërçuku dhe Salsano Rati. Pas pak në Big Brother Radio me Atalanta dhe Salsano, ne bashkë ndajemi këtu dhe takohemi të premten tjetër. Deri atëherë miru dëgjofshin dhe fundjavë të mbar.